ju gjithë, do ju sjell dhe ushqime pra. Shef pikë zë. Po i ke gjithë të mëzun edhe venit. Faqezi. Ja je Darko, sa të lavanderia, A së që njëta gjë? A di çfarë do bëjmë ose? Ka logjikën, po jo pra nuk është. Pyetja jonë është, Ore, jep një rëndësi vetes ju apo ky është problemi, jep një rëndësi vetes për gjë që se bëni. ke vendosur ta bësh këtu këtë gjën dhe jo jashtë? Sepse këtu përballa me personin se kisha parë jashtë. Ju doni dhe men. Okej. I ka pas bot blok. Këtu do rregullohen. Për ty është Bravo, sa bukur është Flori e Blej. Këtu do rregullohen, bravo. qesa apo nuk është? Nuk e di, këto kur flasim për njëri tjetrin qesh. Shumë e gjatë. Ma bëj dhe pyetje se gjova. Jo, nuk ka lidhje, edhe mund. Po. Kjo çështje. Absolutisht po. Se di historinë fikse, nuk i kam. Asun nuk e di. Asnjë se di. Por që Kristi, më fal, të lutem, më fal, vetëm një sekond të lutem. Kristi, Kristi ka tipin e atij që duk sikur është të refuzuar. Se në plan parë më duk sikur pe bonde refuzim, a kupton? Kur ai përmenda mund e zot vërtet, a kupton? Tash nuk mund e ndajmë ne që e ka për lojë se ka për lojë. Absolutisht jo. A kupton Flori? Dhe pa që ai ka rrugtim gjatë këmbë, ëh? Darka ka qenë e para, pastaj fillon diskutimet. Sepse jashtë nuk e kanë më mundësinë me njëri tjetrin, më kupton Flori? Sepse shpërndan çdo një invent. Po do ishin bashkë gjithë. Le të ketë dashuri dhe harmoni. Nuk ka dëshmaqe, nuk ka lidhje fare. Do kishte Ideja është që Po mos hapeni pse po diskutoni, po mos rini. Ideja është mos më mendu çamë ndër tjetër. Sepse unë jap rëndësi vetes time rreth parë. Jo këtu brenda, mo dhe jashtë jetën time. Unë gjëra që bëj. Janë tani kështu rryk. Po bravo, po ajo këta e kanë bërë disa herë. Shu ka mu stilin e jetesës sime, unë jap rëndësi çdo gjë. Dhe kputucët që vesh unë i pastroj çdo ditë se jap rëndësi vetes time. Dhe syzet që vën kokë i pastroj sa herë i vesh. Dhe këto gjëra gjitha çfarë shefi pastroj para se ti vesh. Çdo gjë se jap rëndësi vetes. Në radhë parë. Po se di çfarë bëni, më po smere me ju. O vllai. Ta kuptosh? Nusja që do të parë. Të lumbe goja. Nga pleshtë në çdo situatë që lidhen me atë O nuk Goca, këpucë i pastron vet, syzet i pastron vet, gjupin e vesh vet, qa nuk bën vet. Krevatin e pastroj vet. I ka fiksim. Ama ju qesh buza kur flisni për njëri tjetrin. Edhe mbrëm praj, e qesh njëni, qesh tjetri. Ju pëlqen. Ju duhet kuptoni diçka. Po pra. Ju duhet kuptoni vetë diçka të fundit. Shiko, ne jemi. Jo që realisht është e pa imagjinueshme ta shohësh në këtë aspekt që ja them unë. Maro do ta themi një gjë. Po, njohja ime ka qenë televizive, pra është goxha më e rëndë dhe nuk u nis për shaka dhe për lojë. Edhe prap televizive ke. S'ka ne gjë. Është shumë e pamundur të bëj diçka për show. Dhe jashtë, për falso, nuk më vrit dhe nuk e bëj. Prit. Dhe marrëdhënia ime është pak e çuditshme se të kesh një marrëdhënie që njihesh publikisht. Ndigjesh publikisht, të kesh 1 milion komente pozitive, negative, familja, kushuriri, shoqëria dhe ti. Sigur të zodhen nga rruga më kes. Atëherë pse lëre këto? A do ma dëgjoni nuk po ankoha, më po tregoj që kanë zgjedhur nga rruga. Ora doni të kuptoni mua, nëse s'doni më kuptoni. Nuk i donon të komente, lëre këtë gjë dhe bëni jashtë. Është vështirë. Meqense jeni shumë, e ke shumë vështirë të pjesën privatësisë. Dua të tallë me nderën me ju të gjithë këtu. Okej, faleminderit, sa mirë që e the. Bravo. Nuk e kam problem. Ja, ti ke para çuar dhe të filloj rrkëtë të mbaj deklarata. Se du dalë në primet. Por sa thej që në komentet 1 milion Hajde dalim në primet në budalliqe. Bëje darkën, s'ke pse bën Po këtu. pra, po jashtë nuk e kanë më mundësinë këto se allakatën. Tako ky takoj Europë, ky takoj tjetër, nuk bëjnë gjona. Kurse këto mundësi, ja, Ke dëgjuar një